Faleminderit zonja kryetare, nderuar kolegë, nderuar ministra, zonja Zëvendës kryeministre. Jo, sot nuk është radha amandamenteve, sepse ato duhet të trajtojmë pas miratimin parim të projekt ligjit. Unë kam një ndërhyrje të shkurtër në lidhje me projekt ligjin. Po, gjaja parë që do ta them unë, që në të vërtetë është një lloj konkluze që pasuria pa justifikueshme duhet të verifikohet, duhet të hetohet dhe duhet të konfiskohet. Pra s'ka asnjë dilemë. E dyta, ky projekt ligj emërtimin e ka pak më të shtrirë, pak më të zgjeruar se sa objektin e trajtimit dhe mekanizmat, sepse kur e lexojmë në tërësi, në të vërtetë të kuptojmë që nuk kemi të bëjmë fare me konfiskimin e pasurisë përfituar paligjshëm, po vetëm me një lloj verifikimi që ka për bazë denoncime të bazuara, të dokumentuara, dhe unë e vlerësoj që në këtë verzion baza dokumentimit, kërkesa për bazën e dokumentimit të shforcuar, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse garanton një lloj drejtësie. Ne nuk mund zgjidhim asnjë padrejtësi duke aplikuar parime, norma dhe veprima apo mekanizma të cilët nuk janë në vete të drejtë. Në raport me ligjin që kemi pas miratuar, cilin e ka trajtuar gjykata kushtetuese, në raport me atë materje dhe në lidhje me mekanizmat, teknikat dhe në pjesën që përshkruan procedurën, unë mendoj që ky projekt ligj është shumë i mirë, sepse është shumë i saktë. Ka dhe disa mungesa për cilat kolegët folën me saksi dhe edhe Zëvendës kryeministre, që është dhe ministri e drejtësisë, mori përsipër që ti trajtoj bashkë me Komisionin Parlamentar, dhe kjo është një gjë e mirë. Unë besoj që po shkojmë drejt miratimit të një projekt ligji apo ligji i cili do të jetë i dobishëm. Po të kemi parasysh që ky dokument, një pjesë të mirë të çështjeve për të cilat ne folëm sot këtu, nuk i trajton fare, si ka objekt as nuk ka lidhje me to. Dhe së dyti, Kosova dhe sot ka legjislacion të mjaftueshëm që të hetoj dhe të konfiskoj pasurinë. E keni të caksuar dhe në opinionin e parë në mënyrë taksative të Komisionit të Venecias dhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me ligjin. Dhe po ju rikujtoj që Komisioni Venecias madje ngrej dilemën në mos ky mekanizëm mund të pengojë hetimin. Pra, sepse si kemi pas gjetur vendin e saktë kësaj zyre, me që në dokumentin e parë mungon të lidhja kauzale që tani ky dokument e ka me gjyqësorin e vendit. Dhe po ju rikujtoj që dhe sot Kosova mund të aplikoj kodin penal, kodin e procedurës penale, pastaj ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, ligjin për administrimin e pasurisë sekuestruar ose të konfiskuar, që përbëjnë korpusin e mjaftueshëm për hetimin dhe konfiskimin e pasurisë paligjshme. Pra, nuk jemi në një pikë thesë të madhe, por ka një ndryshim konceptual, sepse byroja këtë çështje e trajton në rrafshin civil dhe jo penal. Dhe gjithçka mund të bëjë është që çështjet që i trajton vetë t'ja jap gjyqësorit, në këtë rast është përcaktuar një gjykatë në Prishtinë që do të ketë autoritetin për gjithë territorin e Kosovës, dhe pastaj procedura do të zhvillohet në 2 shkallë, në sistemin gjyqësor që është normativ, që është i zakonshëm, pra në gjykatat e rregullta të Republikës së Kosovës. Unë dhe radhës së pare kam votuar projekt ligjin dhe kësaj here do ta votoj. Besoj që janë të domosdoshme dhe disa saksime. Natyrisht ky ligj nuk është kundër askujt. Ligjet sa më neutrale janë, më pak arbitrare, por secili ligj edhe ky mund kthehet kundër dikujt nëse ne shpërdorijmë funksionet, dhe duhet kemi kujdes që në një kuptim pozitiv të sankcionojmë dhe veprimet e kësaj byroje nëse dështimet, rastet e iniciuara
gjykatat nuk i vërtetojnë dhe dështojnë në mënyrë sistematike, sepse secili veprim duhet të ketë dhe një kosto. Shumë faleminderit.